themi që edhe pse ditën e djeshme nuk patën probleme përse i përket përmbytjeve, sot në orët e para ka filluar të shfaqen problemet e para në shihet që kanë edhe të ishës parabive në intensitet të ulët. Themi që problemet kanë të shfaqur edhe në qytetin e Deçit, ku 2 shtëpi ka pas prani ujë, në probleme ka pas në bashkimin e Cerrikut, janë 5 familje, po ashtu edhe në bashkimin e Elbasanit ka 5 familje në Ish Metalurgjikun, të cilët kanë probleme me praninë e ujit aty. Por nuk mbetet edhe tokat bujqësore sidomos në qendër administrative të Shitjanit, ku ka pas probleme në përmbytjen e tokave bujqësore, ka vjen për shkak të problemeve të kanaleve kumuse. Por nuk themi që edhe problemet të rrugëve nacionale dhe bujqësore ka pasur pak për shkak të rrshitjes të zgurave dhe vereve, por ka qenë ndërhyrja e shtetit që ka bërë zhbllokimin e këtyre akseve rrugore. Një nga problemet që mbetet në këtë ditë të tota dëshira është edhe ndërprerja e energjisë elektrike në disa zona si në përparimin të Peqinit, në Los Mollas dhe në fibrën e bashkisë së Cerrikut.